Seanca parlamentare që do të ketë në rendin e ditës raportet për imunitetin e Belinda Ballukut pritet të shoqërohet me tensione. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi protestë përpara parlamentit për të mbrojtur sipas tij kushtetutën dhe shtetin e së drejtës. Ditën që do paraqitet kërkesa në parlament që të gjithë para parlamentit për të mbrojtur kushtetutën, ligjin, dignitetin kombëtar. Në konferencë me gazetarët, Berisha nuk përjashtoi as mundësinë e ngujimit. E vërteta është se deputetët prej kohësh kanë shprehur vendosmërinë që të kalojnë dhe në akte sublime, grevurie. Dhe asgjë nuk përjashtohet, por gjithçka, çdo hap duhet ndërmirret në momentin e duhur. Mëtej, kryedemokrati u ndal dhe tek dosja e Ergys Agasit, teksa pretendoi se në të ka të dhëna dhe më të rënda se dosja e famkeqit Epstein. Ergys Agasi me videot e tij i ka komprometuar këta më shumë se ato të Epsteinit janë lule të Epsteinit. Çfarë ka zyra e Agasit. Teksa akuzoi kryeministrin Edi Rama si një kryeministër që nuk mbështet interesat e Kosovës, Berisha u shpreh se kjo vjen për shkak të lidhjeve të ngushta të kreut të qeverisë me presidentin serb Aleksandar Vučić.